Presidenti i Republikës Bujar Nishani u prit nga Komiteti Amerikano-Hebrej që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pasi i falenderoi për mikpritje, Nishani kujtoi strehimin që shqiptarët u ofruan hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, duke e cilësuar atë një krenari kombëtare. Albania is a small country. Albania nation is not a big nation. Shqipëria është një vend i vogël, por historia jonë është shumë e pasur, kultura jonë është shumë e pasur, traditat tona janë të mira. Ndoshta edhe për këtë, madje edhe në kohë të vështira për vendin dhe popullin tim, kemi arritur të ruajmë vlerat më të mira të njerëzimit. Një nga momentet më të rëndësishme për të cilat jemi krenar është vendosmëria me të cilën shpëtuam hebrejnë gjatë luftës së dytë botërore. Në atë kohë të tmerrshme Shqipëria ishte i vetmi vend në Europë ku numri i hebrejve u rrit në krahasim me vendet e tjera. Unë mendoj se të dyja vendet tona kanë shumë mundësi bashkëpunimi. Ndaj ju lutem, konsiderojeni Shqipërinë si një vend vërtet miqësor ndaj hebrejve. Mëtej takimi vazhdoi me një bashkë bisedim të hapur, gjatë të cilit presidenti ju përgjigj pyetjeve të pranishmëve për zhvillimet në Shqipëri, në rajonin e Ballkanit, lindjen e mesme, Sirinë dhe zhvillime të tjera globale.